Ukshimi, sjellja e Vučićit dhe mungesa e sankcionimit ndërkombëtar. E në lidhje me këtë temë, për bota sot foli ish ambasadori dhe njohësi i politikave të jashtme, Syl Ukshini. Së pari ai tha se deklaratat e Vučićit nuk janë incidente të izoluara, por vazhdimsi e politikave agresive e autoritare të Serbisë. Qasja ofenduese e presidentit serb Aleksandar Vučić në samitin rajonal, si ai i bërë Brionit në Durrës, nuk përbën një incident të izoluar, por është pjesë e vazhdueshmërisë politike agresive dhe hegemoniste të autoriteteve nacionaliste serbe, të cilat nuk e kanë braktisur ende strategjinë e vjetër të Serbisë së Madhe. Kjo sjellje është vazhdimi i traditës politike të politikës së dyfisht të Nikola Paščićit. Serbia parashitet në arenën ndërkombëtare si promovuese e paqes dhe stabilitetit, ndërsa në praktik nxit tensione, financon struktura paralele në Kosovë dhe mbështet grupe të armatosura që kërcënojnë sigurinë rajonale, siç dëshmoi rasti i Radojčićit dhe sulmit terrorist në Banjsk. Ukshini foli edhe për mungesën e reagimeve të ndërkombëtarëve për këtë sjellje të Vučićit dhe mos ndëshkueshmërinë e tij. Madje ai potencoi faktin se Vučić është produkt politik i regjimit të Slobodan Miloševićit. Mungesa e një reagimi të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndaj këtyre veprimeve i ka dhënë Vučićit ndjenjën e pandëshkueshmërisë, duke e trimëruar të sillet me arrogancë edhe në forume zyrtare ndërkombëtare. Ai shfrytëzon në mënyrë të qëllimshme pozicionin e brish të Kosovës për të projektuar epërsi politike dhe për të imponuar diskurs dominues. Kjo sjellje përbën jo vetëm provokim diplomatik, por edhe vazhdimsi të logjikës shtetërore serbe që për dekada është ushqyer nga narrativa e dhunës, viktimizimit dhe superioritetit ndërkombëtar. Siç dihet, Vučić është produkt politik i regjimit të Slobodan Miloševićit dhe në të kaluarën ka artikuluar publikisht qëndrime ekstremiste, duke kërcënuar në stilin e fashizmit të shekullit të 20 se për një serb do të vriten 50 musliman. Njerëz të tillë nuk mund të pritet të përfaqësojnë frymën e bashkëpunimit rajonal e aq më pak vlerat europiane. Serbia vazhdon të mos e gjejë lumturinë brenda kufive të saj aktual, sepse që nga themelimi si shtet në shekullin e 19, çdo luftë e saj ka përfunduar me zgjerim territorial. Sot është hera e parë pas rënies së murit të Berlinit që Serbia për shkak të dobësimit të Rusisë nuk ka arritur të zgjerohet. Krahas kësaj, ish ambasadori e cilësoi si të nevojshëm reagimin publik të presidentes Osmani ndaj ofendimeve të Vučićit. Në këtë kontekst, qëndrimi i presidentes Vjosa Osmani për ta ekspozuar publikisht këtë sjellje të Vučićit ishte i drejtë dhe i nevojshëm. Ai synon të demaskojë hipokrizinë politike të Beogradit, megjithatë mungesa e reagimit të ashpër ndërkombëtar krijon perceptimin se Bashkimi Evropian është më i prirë të qetësojë Serbinë se sa të vendosë atë përballë përgjegjësisë historike për politikat e saj destabilizuese. Ky është dështimi i qartë i politikës evropiane ndaj Ballkanit dhe pasojë e lidhjeve të vjetra historike e gjeopolitike që e shohin ende në Beograd një faktor të domosdoshëm për ekuilibër rajonal. Vlerësimi i qasjes diplomatike të presidentes Vjosa Osmani. Tutje Ukshini vlerësoi punën e presidentes tonë, por që kërkoi koordinim më të thellë me ndërkombëtarët dhe ambasadat, kjo në mënyrë që diplomacia të ketë një funksion dhe harmonizim të plot. Presidentja Vjosa Osmani ka arritur të ruajë një vijë parimore dhe të qëndrueshme në raport me Serbinë, duke e pozicionuar Kosovën si palë që mbron integritetin territorial dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, diplomacia nuk funksionon vetëm përmes deklaratave politike dhe publike, ajo kërkon koordinim institucional, vizion strategjik dhe veprim të harmonizuar diplomatik. Në këtë drejtim, vërehen disa mangësi të dukshme strukturore. Mungesa e kohezionit institucional. Shumë ambasada janë reduktuar në funksion formale ceremonial, duke mos ndjekur prioritetet shtetërore, por agjenda personale të ndonjë udhëheqësi politik në komunikim publik brenda vendit dhe jashtë. Më shumë, ajo ka treguar përpjekjen për protagonizëm se saj në diplomaci të bashkërenduar dhe afektive. Mungesa e rotacionit të ambasadave ka prodhuar pasivitet dhe mungesë dinamike, nënvizoi ai. Mëtej ai foli edhe për disa pika e që sipas tij
duhet të punohet më shumë në mënyrë që diplomacia e Kosovës të jetë më e fuqishme. Në këtë pikë përmendi edhe mungesën e një ambasadori në Izrael, emërimet selektive dhe të vonuara përveç një konsulli të përgjithshëm në Frankfurt nuk janë emëruar përfaqësues të rinj në pozita kyçe. Kjo tregon mungesë vullneti për rigjallërimin e trupit diplomatik, mos kapitalizimi i njohjeve të reja, pavarësisht dy njohjeve gjatë mandatit të Osmanit, Kenia dhe Sudani, këto nuk janë ndjepur me vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike duke e zbehur efektin e tyre politik. Mungesa e ambasadorit në Izrael 4 vjet pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, mungon ende një ambasador i dekretuar, çka përbën boshllok serioz për një shtet që synon të forcojë lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj strategjik. Kosovës i duhet një diplomaci institucionale e brendshme, me dokumente strategjik të qartë, udhëzime për ambasada dhe koordinim ndërmjet presidencës, ministrisë së jashtme dhe zyrës së kryeministrit. Vetëm përmes kësaj qasje politika e jashtme mund të fitojë koherencë dhe efikasitet. Ndër të tjera, ish ambasadori theksoi nevojën për ndëshkim të Serbisë dhe Vučićit, derisa potencoi se provokimet në Durrës janë simptoma të një politike që nuk është denazifikuar kurrë. Në anën tjetër, sjellja e Vučićit përfaqëson modelin standard të politikës serbe, përpjekje për të shfrytzuar dobësitë e brendshme të Kosovës dhe për t'i transformuar ato në kapital diplomatik ndërkombëtar. Provokimet si ai i Durrësit janë simptoma të një politike që nuk është denazifikuar kurrë, as për spastrim etnik e gjenocid të viteve 90. Ndëshkimi i kësaj politike nuk mund të vijë vetëm përmes kritikave morale, por përmes izolimit diplomatik dhe politik të Serbisë, njësoj siç ndodhi me Gjermaninë pas luftës së dytë botërore. Në vend e rihabilitimit të saj pa kushte, Serbia duhej të ishte demilitarizuar dhe pastruar nga strukturat politike të trashëguara nga Miloševići, përfshirë Partinë Socialiste që sot drejtohet nga Ivica Dačić. Mos ndëshkimi i Serbisë për krimet e saj ka bërë që gjithë gjysma e parë e shekullit të 21 të vazhdojë të mbetet peng i destabilitetit që prodhon Beogradi, gjithmonë në sinkron me ndikimin rus dhe me përkrahjen e heshtur të disa qendrave europiane që ende e shohin Serbinë si mburoj kundër influencës austro-gjermane në Ballkan. Në këtë kuptim, heroizmi i rem serb që glorifikon luftrat, masakrat dhe spastrimet etnike është vetëm një fasadë një politike të vjetër, ekspansioniste e cila vazhdon të përbojë rrezik për paqen dhe stabilitetin në rajon, përfundoi Sy Lukshini për bota sot. Shabani, padyshim se qasja ofenduese e Vučićit duhet ndëshkuar. Ndërsa njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Amir Shabani foli për samitin e mbajtur në Durrës, temat dhe përplasjen Osmani Vučić, ai në prononcimin e tij për bota sot kërkon ndëshkim të Vučićit dhe qasjes së tij ofenduese dhe kërcënuese. Samiti i Brdo Brionit është një samit që organizohet nga presidenca slovene dhe kroate me qëllimin e forcimit të dialogut dhe bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në planin e rritjes së BE-s për rajonin, pas shkëmbimeve të akuzave mes presidentes Osmani dhe presidentit Vučić në lidhje me sigurinë në rajon, ata janë ulur përballë njëri tjetrit gjatë këtij samiti, ndonse tensionet mes dy vendeve akoma nuk janë ulur. Padyshim se qasja ofenduese e Vučićit duhet ndëshkuar dhe se Serbia tani mo e ka bërë të qartë se është sateliti vetëm i Rusisë në rajon, madje shkaktar për të nisur destabilizime dhe në BE. Nevoja për reforma dhe referendum në Serbi është e domosdoshme, sepse në të kundërt vështirëson vizionin euroatlantik të vendeve të rajonit, shikuar nga politikat proruse që i përkrah vazhdimisht qeveria e Vučićit, theksoi ai. Krahas kësaj, Shabani vlerësoi punën e Osmanit në aspektin diplomatik, e cila ekspozon hapur politikat kërcënuese dhe rreziqet që i vijnë Kosovës dhe rajonit nga Serbia. Presidenti Osmani po bën një punë të shkëlqyer sa i përket diplomacisë së Kosovës, mbrojtjes dhe përfaqësimit dinjitoz të vendit. Ajo shfaqet në arenën ndërkombëtare rreziqet dhe kanonset eventuale që mund të vinë nga Serbia jo vetëm për Kosovën, por për të tërë rajonin, duke qenë referenca e duhur dhe argumentuar për dëmet, sulmet dhe spastrimin etnik që ka bërë Serbia në të kaluarën në Kosovë, shtjelloi njohësi. Ndër të tjera i shtoi se samiti u mbajt në një kohë vendimtare për të ardhmen e rajonit
Andaj, samiti i Bërdobrionit po mbahet në një moment vendimtar për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, ku trajtohen edhe çështje që lidhen me forcimin e bashkëpunimit rajonal në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së kufive, si dhe ruajtjen e stabilitetit politik në rajon, përmbyllja Mir Shabani për Bota Sot.